Titujt kryesor të gazetave e hënë 12 tetor 2015, Gazeta Panorama. Kualifikim historik, Shqipëria shkon në Francë, Serbia në shtëpi. Festa Kuqezi, kombëtarja e Shqipërisë kualifikohet për herë të parë në një kampionat evropian. Trajneri Debiazi kthen me gërma të arta emrin e tij në historinë e futbollit shqiptar. Lotë a bazhur të thyer, ja festa e çmendur Kuqezi në Armeni, Cana në lot, Serbia do pi birra e do na shoh në televizion. Presidenti Nishani u jep nderi i kombit ekipit, feste edhe në qytetet e përmbytura. Përmbytje në Vlorë dhe Fier, vdes babai i 3 fëmijëve. Qeta e Shahin Matrakut, qendro kaçakët u shitën si heronj. Kushti i enverit për Gjermaninë duam 4 miliard dollar. Afera CES dhe reforma në drejtësi, viti i ligjit të mbrapsht. Gazi Lotciellës. Gazeta Shekulli, nderi i kombit, ekipi kombëtar i futbollit për herë të parë në historinë e tij siguron kualifikimin për në kampionatin evropian në Francë vitin e ardhshëm. Minutat emocionuese të fitores 0-3 ndaj Armenisë dhe lotët e gëzimit në fushën e lojës, deklaratat e Dukës, Debiazit, Canës dhe lojtarëve Kuqezi. Fest në Shqipëri dhe Kosovë dhe urime pafund për heroin tan. Nishani vlerëson ekipin me dekoratën e lartë nderi i kombit. Përmbytjet, një i vdekur në Vlorë, dëme në Fier, teatr, një vështrim për Hamletin. Gazeta Shqiptare, me plis për Paris, kombëtarja shkon në Euro 2016, historike, Nishani e shpall nderi i kombit, FSHF japim 2 milion euro. Shqipëria fiton 3-0 në Armeni dhe bëhet i vetmi shtet ballkanik që kualifikohet në Francë 2016. Shqipëria në ujë, një i vdekur në Vlorë, historia, në shkurt rrëzimi i murit i vrau gruan, dje u rrëzua prap dhe e la pa shtëpi. 5 faqe speciale, Gjanica del nga shtrati, përmbyten 550 banesa dhe 150 biznese në Fier. Dentistët që shkelin etikën, pezullim 3 vjet, urdhri do kërkojmë rritje çmimesh. Gazi ynë Lotciellës, gabimi i Rusisë me Turqinë. Rikthim pas 70 vitesh për të shpëtuar ISIS, mbesa e Konicës vjen nga Siria, dua pasaportën e Shqipërisë. Përfitoi 12.8 hektar tokë me falsifikim në gjyq 62 vjeçari. Pronarët në Vlorë, emrat dhe problemet me dokumentet. Universitetet në 136 fituesit e trojeve, testim për mjekësinë. Shpërtimet në Turqi, kërkohet dorëheqja e Erdoganit. Gazeta Dita, jemi në Francë, dje u shkruajt historia, Armeni Shqipëri 0-3 dhe zyrtarisht në Euro 2016, mësimi që na dha të gjithëve Xhani Debiazi. Edicioni posaçëm të fitosh pa nacionalizma, por me këmbgulje dhe lojë. Të gjitha detajet e ndeshjes, shtan Debiazi, Cana, Duka, si u festua në Tiranë, Prishtinë, Europë. Politika tenton të marrë pak lavdi dhe një guralet çdo me thënës i Lorikut për serbët. Rreshjet, situata dramatike, përmbytjet, 4 qarqe në ujë, një vitim në Vlorë. Ç'po ndodh në Fier, Vlorë, Elbasan, Korçë, pritet përkeqësimi i motit. Byroistët të shokuar pas vetvrasjes së Mehmetit, kujtimet e profesor Putos, dokumenti pikant që solla nga Londra, lehtësimi i byros pas vdekjes së Enverit, halli ynë i madh janë politikanët e çdo feje, një kuvend që për 15 vjet po shkulet gazit. Gazeta Tema, kualifikim historik i Shqipërisë, faleminderit Djema. Nga Debiazit e Cana, ja reagimet e heronjve të kombëtares. Debiazi, trajneri Normal One që ka lënë në hije Lipin, Ancelotin dhe ja si e komentojnë mediat e huaja kualifikimin historik të Shqipërisë. Editorial nga Mero Baze, si Europian, Benandoni, nderim për gjithë shqiptarët e brezave. Enver Robelli, luajnë për Zvicrën, ku është problemi? Motivimi tatim paguesve Kulaçi, jo Kërbaçi. Antena brenda familjes Kaçi kopjon antenën dhe arrin sukses. Përmbytet Vlora dhe Fieri pas rreshjeve të shiut. Gazeta Mapo, Bonjour France. Historike, Shqipëria për herë të parë në Europian, shqiptarët festojnë në gjithë botën pas fitores 0-3 me Armeninë. Karola, Davi Markofi, qeverisja, kriza dhe analistët, teknologjia e informacionit dega e lindur nga revolucioni digital, taksa e shesh 9%, opozita po funksionon. Gazeta Shqip, Bonjour Paris, ne jemi Shqipëria, Kuqezin shkruajnë historinë, mundin Armenin 3-0. Kapiteni, për lotet Cana, një ëndër e pabesueshme u bë realitet, paqja nuk mjafton, gjysma e vendit në pushtetin e ujit, situatë më e rëndë në Vlorë dhe Fier, problemet në Lushnjë, Pogradece e Elbasan. Vërshimi i ujit i merr jetën një 50 vjeçari, Agron Tufa, Pushkini, Don Juani, letrave ruse. Pafajësia për Zyti Dajtin zbardhet vendimi i gjykatës. Përfitoi 12.8 hektar tokë në Imar, dërgohet në gjyq. Telegraf, ushtria e shëshunjave të bordeve që glabron çdo muaj miliona euro. Shqipëria kualifikohet në Francë 2016. Kuqezin e Debiazit bëjnë realitet ëndër në 10 milion shqiptarëve për të marrë pjesë në një kampionat evropian. Futbollistët e kombëtares mësim për politikën, vetëm të bashkuar mund të marrim në dorë fatet e kombit. Standard, kombi në fest, kur bën skuadër hyn në histori, shqiponjat futurojnë për në Francë, Debiazi këtë fitore u dedikojmë gjithë shqiptarëve. Presidenti i shpall nderi i kombit, shqiptarët pushtojnë sheshet e vendit dhe të gjithë botës. Përmbytjet në Shqipëri, Rama bereqet në Armeni. Kongresi i janarit, sa rrezikon blushi për jashtimin, masat që po përgatit grupi. Fondet, si të përfitosh nga skemat e financimit për biznesin e vogël. Masakra në Turqi, liderët botror japin mesazhe ngushëllimi. Shërbimi fshet grek në alarm për minoritarët, han bukë të zezë.
Lotaria Amerikane, ambasada hollësi për aplikantët përgjigjet për shqetësimet. 55. Qeveria përmbytet nga vjedhjet Populli nga uji. Pas fitores së Erevanit na duhet fjala e re shqip për ndjesinë e re që provuam. Dita përmbytjet në qarqet Shkodër, Dibër, Durrës, Fier, Vlorë dhe Korçë. Presidenti Nishani nderon ekipin kombëtar me dekoratën Deri i Kombit. Basha qeveria të zgjohet, Fieri dhe Vlora në ujë të shmangen viktima të tjera. KLSH si u favorizua Carapuli në prokurimin për ndërtimi i objektit Tirana Olympic Park, ndërtuesi i sarajeve të Ramës. Snobisht, e deri atëherë po na duhet të jemi gjallë lumiku. Organizata Bashkimi Shqiptar dhe dënimet ndaj saj. Integrimi, Shqipëri historike, kombëtarja gëzon miliona shqiptarë realizon ëndrrën për në Francë 2016. Kuqëzin fitojnë 0-3 në Armeni për herë të parë në një kompeticion të rëndësishëm. Shqiptarët festojnë në të gjitha trevat dhe qytetet kryesore të botës. Presidenti i dekoron me titullin Deri i Kombit. Dita e Bashkëpunimit Evropian, Kleda Gjosha, fqinjësia e mirë është një gur themeli për të ardhmen e përbashkët evropiane. Moti i keq situatë përmbytjesh në të gjithë vendin, ngrihen shtabe emergjencash në Qarqe. Ministri Panariti të gjitha strukturat janë në terren të furnizohen me energji hidrovore. Drejtori ARSH Xhika, situata e akseve rrugore në kontroll, jemi në gatishmëri të plotë. Panorama Sport, heronjtë e Shqipes, Armeni Shqipëri 0-3 historike, kuqezinte drejtuar nga Xhani Debiazi kualifikohen në Euro 2016. Editorial, një elit për herë të parë. Analizë, goli i parë çliroi ekipin. Debiazi, kontrata ime rinovohet automatikisht. Brigel, durata më e bukur për 60 vjetorin tim. Abazhur të thyer dhe alkool pafund, ja festa e skuadrës. FSHF-ja 2 milion euro për lojtarët dhe stafin.